se më i keqi gjithë të këqive si është armiku i brendshëm që të merr lirin, që përdor drejtësinë për dhunë politike, që dhunon të drejtat më elementare, më themelore të njeriut, pronën, votën. Çfarë mbetet më një njeriu të lirë? Partia Demokratike dhe Aleanca e saj janë një aleancë konservatore, e cila kanë themel të saj vlerat tradicionale të njeriut, diteti njerëzor, lirit e tij, pronën, besimin tek Zoti, adhetarin. Ne besojmë fort se vetëm duke u bazuar në këto vlera mund të ndërtojmë himaren mallëstore, Shqipërinë mallëstore. Mund të ndërtojmë himaren e ëndrrës së bukur të bijve dhe bijave të saj, Shqipërinë e ëndrrës së bukur të bijve dhe të bijave të saj. Ndaj dhe jam këtu për të zotuar para jush se qeveria ardhshme, pa prekshmërinë e pronës, rikthimin, kompensimin e saj, pa isjen tuaj me dokumenta, të gjitha legalizimet dhe çdo gjë që keni, do t'i ketë përparësi absolute. Sot, në Shqipëri ka ligje, të cilat janë një kopje e ligjeve të 46. Edi Rama ka krijuar një agjensi në të cilën ka vendosur si pronë të gjithë territorin e shtetit shqiptar.